Sipas transmetimit të Umu Selmes radiallahu, pejgamberi sallallahu alaihi vesellem ka thënë: kur ndonjërit prej jush t'i ndodh ndonjë fatkeqësi, le të thotë: te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. O Allah, shpërblimin për fatkeqësinë e pres prej teje. Prandaj, na dhuro mirësi dhe ktheja atë në mirësi për mua. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të mëshiruesit dhe mëshirbërësit, Zotit të gjithësisë, krijuesit të gjithë botrave. Falënderimi i takon vetëm Allahut fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona të përzemërta qofshin mbi më të dashurin e tij dhe më të dashurin e njerëzimit, Muhammedin alayhis salam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë besimtarët që pasojnë rrugën e Muhammedit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Gjatë historisë së gjinisë njerëzore, sprova dhe dhembja si dy elemente janë të shoqëruara gjatë tërë jetës së njeriut në këtë botë, duke filluar nga krijimi i Ademit alayhis salam me bashkëshortën e tij Havën radiallahu anha. Për atë arsye Allahu xhalleshanu është i vetmi, ai i cili i sprovon robërit e vet, për arsye se natyra e kësaj bote është me sprova. Dhe sikur sprova dhe dhembja janë ligj universal i Allahu xhalleshanu në tokë. Thot Allahu xhalleshanu në suratul Baqara, ajeti numër 155, Estaizu billah bismillah, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin. Sadaqallahu al-azim. Ne do t'ju sprovojmë me diçka prej frigës, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria e nga jeta, edhe nga frytet, gjithësisht fëmijët, po ti jep ju myzhde durimtarëve. Allahu xhalleshanu nga mëshira e tij absolute na thot në këtë ajet kuranor se Allahu do të na sprovojë me diçka, pra me diçka të vogël, për arsye se sprova është relative dhe ajo është kaluese, nuk është e përhershme. E keqja është relative, ndërsa e mira dhe e dobishme është absolute, se Allahu xhalleshanu është absolut. Për arsye se Allahu xhalleshanu edhe sprovën që e dërgon në funksion të së mirës, në funksion që robërit e vet t'i ktheje dhe të punojnë vepra dhe punë të mira. Pra jeta është e madhe, më e madhe, ndërsa vdekja është shumë e vogël. Allahu merr vetëm nga një rob, ndërsa jep jetë atë ditë që vdes një rob të tij, atë ditë sa foshnjë lindin në këtë botë, sa lule qelin në këtë botë, sa trëndafila japin aromën e tyre në këtë botë. Pra Allahu xhalleshanu sikur na thot, mos u mërzitni me mua kur unë me diçka pak ju sprovoj. Pra Allahu xhalleshanu na sprovon me fukarallëk që të na bëj të pasur, na vdes në këtë botë që të na ringjall në botën e tjetër të përhershëm të jemi. Po ashtu Allahu xhalleshanu na jep pak smundje që të na shëron sa më mirë. Kështu është puna apo bashkëveprimi i Allahu xhalleshanu me robërit e vet. Siç e dim, sprova e parë që u bë njeriu të parë në këtë botë është Ademit alayhis salam me bashkëshortën e tij Hazreti Havan. Por gabimi apo lëshimi dhe mos praktikimi i urdhrit, gjithësisht ndalesës që u bë Ademit alayhis salam nga Allahu xhalleshanu në xhenet, ishte se Ademi alayhis salam në natyrshmëria e njeriut është gabues, është harues. Fjala insan rrjedh prej fjalës arabe nesje, i cili haron. Për atë arsye Allahu xhalleshanu që t'ja përkujton Ademit alayhis salam se ti theve një urdhrin tim dhe për t'ja hapur dhe për t'i treguar se dera e pendimit, kjo është shumë e rëndësishme, është 24 orë open apo e hapur që ti të më kthehesh mua me pendim, se unë e di se ti do të gabojsh, për arsye se natyrën ta kam krijuar gabues dhe harues. Dhe Ademi alayhis salam në krahasim me djallin e mallkuar, e kemi këtu krahasimin shumë të bukur, edhe djalli i mallkuar e thej ligjin apo urdhrin e Zotit, por ai nuk u pendua dhe mbeti djall dhe u bë shejtan apo doli nga mëshira e Zotit xhalleshanu, ndërsa Ademi alayhis salam si njeri gabues, harues, e pranoi, e kuptoi gabimin e vet, lëshimin e vet dhe minjëherë u pendua dhe Allahu xhalleshanu i fali. Nëse njerëzit nuk do të kishin gabuar, Allahu me cilësinë dhe me emrin e bukur të tij
falës absolut, kujt do t'ja falte mëkatet apo gjunahat. Pra, ne nuk trashëgojmë gabimin e Ademit a.s. Si cili individ musliman, njeri në këtë botë, është harues dhe gabues vetë në vetvete, për arsye se natyra e njeriut në këtë botë nuk është e përsosur, për arsye se vetë bota apo jeta në këtë dunja nuk është e përsosur. Përsosshmëria i takon Allahut dhe botës së ahiretit. Transmetohet nga Hazreti Aisha radiallahu se pejgamberi sallallahu alaihi vesellem ka thënë: çdo fatkeqësi e besimtarit, qoftë edhe një gjemb që i ngulet, është falje mëkatesh për të. Në jetë, thamë se sprova është dhe dhembja është një disa momente, disa gjendje të pandashme nga jeta e besimtarit musliman. Bile, sikur mos do të kishin qenë sprovat, shumë gjëra nuk do të kishim i ditur të jetojmë në këtë botë. Dhe më thonë, në përmes sprovës ne e kuptojmë edhe kuptimin e jetës, për arsye se feja islame i jep kuptim jetës. Për atë arsye, njëra prej urtësive se Allahu xhalleshanu i sprovon njerëzit në këtë botë me lloj-lloj sprovash, siç i përmendëm, është njëra prej urtësive themelore është për të testuar imanin, besimin e tyre dhe përkushtimin e tyre ndaj Zotit fuqiplot. Njeriu në momentet më të vështira, kur është në sprova, kur është në vështirësi, kur është në fukarallëk, kur është në isëmur, bash atëherë prej atij shifët më së miri se ai me këto sprova ai afrohet Allahut xhalleshanu apo largohet nëpërmes provave prej Allahut xhalleshanu. Për arsye se në këto momente shifët imani apo besimi i besimtarit musliman. Sprovat e ndryshme që po përjetojnë bota sot, kohët e fundit që i po përjetojmë, duhet ta pyesim vetveten apo na afrojnë më afër mëshirës absolute të Zotit apo po na largojnë. Një dietar thot, sprovat të afrojnë drejt Allahut xhalleshanu, të mësojnë të lutesh, ta largojnë mendjemadhsinë, ta largojnë vetpëlqimin apo vetë të kënaqurit dhe ta largojnë mburjen. Se ti kur je i sëmur, kur je i vobekët, kur je nevojtar, ti s'munësh me qenë krye lartë apo të mburësh para dikuj. Sprovat në jetë është shumë e rëndësishme të kuptojmë se sprovat në jetë nuk kanë ardhur, Allahut nuk i duhet që të sprovon forcën e njerëzive, sa mund të mban. Por Allahu nëpërmes sprovave teston dhe sprovon lidhjen dhe raportet tona, fuqinë e raporteve tona me Allahun xhalleshanu ve xhalla xhelalu. Ai Allahu dëshiron që robi vazhdimisht t'i drejtohet vetëm atij, ta lut vetëm atë, t'i kërkon vetëm atij dhe e fundit ta falenderon vetëm Allahun xhalleshanu, se çdo gjë që vjen nga ana e Allahut xhalleshanu është më e mira që ka zgjedh Allahu për robërit e vet. Nëse njerëzve, është një fjali shumë e bukur, nëse njerëzve u kërkon, mërziten, ndërsa nëse Allahut i kërkon, ai gëzohet. Bile në një transmetim, nëse Allahut ekziston, nëse Allahut nuk i kërkon, ai hidhrohet me robërit e vet. Shifeni, do me thonë, me cilin Zot kemi punë apo cilit Zot i besojmë ne. Sprovat në jetën e besimtarit musliman apo në jetën e njerëzit në përgjithësi janë të nevojshme që të ngritet edhe vullneti i besimtarëve të sinqertë, sepse ato nxjerrin në shesh dhe ripërtrin besimin nëpërmes sprovave, hapin dhe shëndritin zemrat e tyre nëpërmes sprovave. Se kur je në rahati, kur je në paqë, kur je në siguri, ne asnjëri prej neve nuk dallohemi se cili është më besimtar. Por vetëm kur jemi në sprova, në vështirësi, atëherë del në pah apo del në shesh besimi jon për çka na nevojitet, namazi jon për çka na nevojitet, çka kemi shfrytzuar nga adhurimet që i bëjmë ditë e natë për Zotin fuqiplot. Shumë gjëra, arsyeja tjetër e sprovave është që të dallohet i sinqerti nga jo i sinqerti. Ai i cili bën durim nga ai i cili është jo durimtar. Të dallohet ai i cili e flet të vërtetën dhe ai i cili e flet gënjeshtën. Pra sprova, sipas një hadithi profetik të pejgamberit alayhis salatu vesselam, thot është si zjarri. Zjarri shkrin,
dhe ka fuqi do me thonë djekse. Apo? Edhe kur shkojsh te argjentari për të shkrir një unas, a i thot unë do të shkri me zjarë. Dhe ati do të dalohen sa përqind ka bakër, sa përqind ka argjent, sa përqind ka metale tjera, vetëm në përmes zjarit. Edhe vetëm në përmes sprovës të cilat djegin. Natyre e sprovës të djeg kanë dhimbje, kanë sakrifica, por aty dalohen kush janë besimtarët margaritar, diamant, kush janë ari, kush janë argjent. E kështu me radhë. Pra, sprovat janë shumë të nevojshme në botën e njeriut në këtë jetë. Për besimtarin, çdo gjë që vjen nga Allahu është dhurata më e mirë, sepse ajo që ka zgjedh Allahu për neve është më e mirë dhe më e saktë se sa ajo që ka zgjedhim ne për veten tonë. Transmetohet nga Enes bin Maliku se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O Allah, ty të mbështetem nga dëshpërimi dhe pikëllimi, përtacia dhe koprecia, nga rënja në borxhe dhe nga ekstremizmi. Më së shumti sipas mësimeve islame janë sprovuar më të zgjedhurit e Zotit, më të dashurit e Zotit. Kush janë më të dashurit e Zotit? Profetët, pejgamberët e Allahu xhalleshanu ve xhelle xhelalu. Sa'd ibn Ebi Waqqasi, një shok i ngushtë i pejgamberit alayhis salam, e pyeti Muhamedit alayhis salam një ditë prej ditëve një pyetje. Cilët janë njerëzit më të sprovuar ja Resulullah në këtë jetë? Pejgamberi alayhis salam tha, njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët, pastaj njerëzit e mirë dhe njerëzit e mirë e njerëzit e mirë e kështu me radhë. Për atë arsye, pejgamberi alayhis salam vazhdoi dhe tha, sprovohet njeriu sipas shkallës së besimit. Shifni, edhe kjo është nga mëshira absolute e Zotit. Sipas shkallës së besimit. Nëse besimi i besimtarit musliman është i fortë, edhe sprova do të jetë më e rëndë, ndërsa nëse besimi i njeriut është i dobët, edhe sprova do të jetë më e lehtë. Kjo është nga mëshira e Allahu xhalleshanu, se Allahu xhalleshanu nuk e rëndon, nuk e obligon robin e vet aq sa s'ka mundësi, për arsye se ai ja din mundësitë, se ai ja ka krijuar. Për atë arsye njeriu sprovohet në këtë botë derisa të ecë mbi tokë pa mëkate. Këtu na del në pa edhe një mesazh tjetër apo urtësi tjetër nga sprovat, se sprovat një nga arsyet pse sprovohemi është se Allahu xhalleshanu don të na pastron edhe nga mëkatet. Pra, sprovat janë edhe pastrim nga mëkatet. Vetëm e vetëm që Allahu xhalleshanu kur të na merr të madhështia e tij, të na merr të pastër. Pra, edhe fshirja e mëkateve për neve është dobi. Pra, sprova edhe të mirat, edhe të këqijat që na vinë nga ona Allahu xhalleshanu janë për dobin tonë. Pra, më të dashurit dhe më të zgjedhurit e Zotit kanë qenë më të sprovuarit. Por më i sprovuari nga këta profet, kush ishte? Muhamedi alayhis salatu wassalam. Për arsye se ai shembull i të gjitha sprovave. Ju paramendojni, keni lexuar në historinë islame, pejgamberi i Allahut ende pa ardhur në këtë botë, 2 muaj para se me lind, i vdiq babai i tij Abdullahu. Ndërsa kur i kishte vetëm 6 vjet, i vdiq edhe nëna e tij Hazreti Eminja. Pastaj u rit në prehrin e gjyshit të tij, pastaj në prehrin e migjes së tij. Pastaj u torturua, punoi edhe si bari, punoi edhe si tregtar. Pastaj kur i erdhi pejgamberlloku në moshën 40 vjeçare, 40 vjeçare, ai pastaj filloi lufta më e madhe me Mekasit. Lufta me idhujtarin, lufta me shumë zotrat që i kishin Mekasit në gadishullin arabik apo në Mekën e ndershme. Dhe pejgamberi i Allahut çdo sakrificë që e ka bërë për mua edhe ty që të jemi besimtar të denj musliman. Dhe çdo herë ka thënë, kush sprovohet në këtë botë me diçka nga sprovat e Zotit, le të më shiqon mua, le të merr shembull tek unë. Jetimi le të merr shembull te pejgamberi alayhis salam. Ai i cili është i shtypur nga pushteti, i përsekutuar, i larguar nga vendlindja e vet, le të marrë shembull te pejgamberi alayhis salam. Bashkëshortin le të marrë shembull te pejgamberi alayhis salam. Komandanti, burshtetasi, tregtari, bariu, baba, prindi në shtëpi, edukatori i njerëzimit, krejt profesorët apo arsimtarët, le të marrin mësim
te sprovat e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Por kishte ligj edhe i pejgamberëve tjerë, siç tham, duke filluar prej Ademit alayhis salam. Ademi alayhis salam me gjithë bashkëshortën e tij u sprovuan me pemën e ndaluar. U sprovua edhe Nuhi alayhis salam me gruan e tij, bashkëshortën e tij dhe djalin e tij që nuk i besuan. Dhe Allahu xhaleshanu e urdhëroi që ta ndërton anijen, të cilën e ka ndërtuar brenda 100 viteve, ndërsa populli i tij u tallte me Nuhin alayhis salam se ti po ndërton një anije që ne e quajmë anija e shpëtimit, e cila është shumë e domosdoshme edhe në kohën e sodit. Ata u tallshin pse ndërton anijen në të thatë. Mirëpo Nuhi alayhis salam pa të parë me sytë e pejgamberit në mbrëmësi, në shpirtrat e popullit të tij, tufanin i cili gufonte me pabesim, me kufër, me gënjeshtra, me krejt ato vese të këqija që i patpate populli vet, dhe ju thoshte, mosni se tufani i mbrëmshëm është shkak për të ardhur dhe tufani i jashtëm, pra për të ardhur dënimi i Zotit. Pastaj u sprovua Ibrahimi alayhis salam me baban e tij, me babën më të dashurin e tij dhe me popullin e tij i cili nuk i besonte. Dhe më e keqja dënimi i Ibrahimit alayhis salam, cili ishte hudhja në zjarr. Hudhja në zjarr, por është shumë mirë të ceki një frekuencë të bukur në mes të zjarrit. Ibrahimi alayhis salam i erdhi Xhibrili alayhis salam, meleku më i rëndësishëm, më i madh i Zotit. Tha, ja Ibrahim, eleke haja, a ke nevojë për diçka? Tha, prej teje, as pak, tha, s'kam nevojë. Por tha, prej kuj ke nevojë? Atër Ibrahimi alayhis salam tha, nevoja, dituria e atij, që është absolute, është më e madhe se kërkesa ime, se në çfarë halli dhe çfarë gjendje jam. Aludonte për Allahun xhelleshanu, dhe Allahu xhelleshanu pastaj i thën ligjet e natyrës së vet që i ka krijuar. Zjarmi i djeg, por i tha zjarmit bëhu i freskët dhe i ftohët për Ibrahimin alayhis salam. Ti kishte thënë Allahu xhelleshanu zjarmit bëhu i ftohtë, ka pas të ngrihet Ibrahimi alayhis salam, por i tha bëhu edhe i freskët. Ky është Allahu xhelleshanu edhe në sprovat e pejgamberëve të tij. U sprovua Luti alayhis salam me gruan e tij dhe popullin e shfrenuar me imoralitet. U sprovua Ejubi alayhis salam me sëmundje 18 vite në shtrat. Allahu ja muar fëmijët, ja muar pasurinë. Gruaja e tij u mërzit shumë, tha, a je bre ti pejgamber? Pejgamberëve Zoti nuk va kthen lutjen? Lutu bre Zotit? Tha, më vjen turp nga Zoti, për arsye se 70 vite jetova i shëndosh, vetëm 18 vite që më sprovoj me smundje, tash minjerë ti kërkoj Zotit që të më shëron, kur ti bëj edhe 70 vite tjera, atëherë do të kem ftyrë ti lutem Zotit. Por duro, tha, ban sabër gruaja ime, sa për Allahun asgjë 2 sekunda i duhen Allahut, për të ndryshuar gjendjen. Jo, tha, unë do të dal dhe do t'i shes flokët e mia në pazar, se s'kishin as të han, as të pinë. Mirë, po e dini çka ndodh. Duke u kthyer gruaja nga pazari, Allahu xhelleshanu bëri mrekullinë e tij. Me pak uaj, Ejubit alayhis salam tha, shpërlaju dhe laju me këtë uaj. U ngrit Ejubi alayhis salam, kur hindi bashkëshortja e tij në dhomë, e mbuloi fytyrën, tha, kush je ti, o njeri i huaj? Nuk e njofti bashkëshortin e tij sa i bukur ishte bërë. Pastaj Allahu xhelleshanu u dha fëmijë, pasuri e kështu me radhë. Kjo ishte sprova e Ejubit alayhis salam. U sprovua Musa alayhis salam me faraunin me ngjemath, u sprovuan dietarët e umetit islam, u sprovua pejgamberi alayhis salam me idhujtarët në Mekë, me munafikët dhe hipokritët, të cilët janë më të rrezikshëm ndonjëherë në Medinë. Pra, ndërsa gjëja ku pjesa e dytë e pyetjes, gjëja ku më së shumti Allahu i sprovon besimtarët është në shpërndarjen e mirësive të tij mes njerëzve. Mirësi është pasuria, mirësi janë pushteti, pozita, autoriteti, mirësi janë fëmijët, por të kemi vëmendje se Allahu xhelleshanu edhe këto i ka quajtur sprova. Bile njeriu më i sprovuar nuk është ai i cili është i sprovuar me fukarallëk, është ai i cili është sprovuar me pasuri. Për çfarë arsye? Për arsye se fukaraj, ai nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të ban durim, ndërsa i pasuri ka 100 alternativa të prishet. Mirë po, nëse vendos që të jetë rob faliminderues dhe i drejtë ndaj Allahu xhelleshanu, ai shpërblimin i pasuri e ka shpërblimin më të madh se sa i varfëri. Për atë arsye,
Allahu Gjellëshanu e krijoi pasurin dhe varfërin, të fortin dhe të doptin, të shëndoshin dhe të sëmurin, sprova për njëri tjetrin. A do të shkosh të vizitojsh të sëmurit? Nëse shkon të sëmurin të vizitojsh, me laqet e Zotit do të marrin ditën e Kiametit dhe të të fusin në xhenet pa llogari. Se te i sëmuri e gjen Allahun Gjellëshanu. Se Allahu Gjellëshanu gjendet tek zemrat e nevojtarve, tek të doptit, për arsye se ata të fuqishmit bile thonë se nuk kemi nevojë për Zotin e gjithësisë, Zotin na ruaj. Për atë arsye e krijoi atë që lind, që mund të lind dhe atë i cili është steril. Që të shohë se cili prej nesh do të ketë frikë, respekt më së shumti ndaj Allahut dhe cili do të ketë më së shumti durim, cili do të jetë i kënaqur e cili do të kundërshtojë caktimin e Zotit, për arsye se ne të gjithë notojmë në kaderin apo në caktimin e Zotit. Transmetohet nga Enes bin Maliku radiallahu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: askush të mos e kërkoj vdekjen për shkak të ndonjë fatkesie që i ndodh. Nëse vërtet dëshiron një gjë të tillë, le të thotë: o Allah, më lër të gjallë, për sa kohë jeta është e dobishme për mua, e nëse vdekja është më e dobishme, atëherë më merr shpirtin. Sprovat që në ndodhin në jetën e përditshme nga ana e Allahut fuqiplot, duhet ne si robër të Zotit, si nevojtar dhe si fukara ndaj madhështisë së Allahut Gjellëshanu, të kemi një edukat të lartë dhe mos të hidhrohemi, mos të pezmetohemi me Zotin krijuesin e gjithësisë. Për arsye se Allahu Gjellëshanu ashtu se ashtu ka venduar ligj që sprova të ndodh. Por ne duhet të kuptojmë dhe duhet të menaxhojmë sprovën, se si ta kalojmë sa më lehtë dhe si të tregohemi sa me edukat të lartë ndaj krijuesit të Allahut Gjellëshanu, që të fitojmë shpërblimin e sprovës. Për arsye se për çka jetojmë ne si besimtar musliman? Për çka punojmë, për çka adhurojmë Allahun Gjellëshanu? Që të shpërblehemi në ditën e gjykimit apo në ditën e llogarive e mos të dënohemi nga Zoti. Por kjo është për njerëzit e rëndomt, shpërblimi dhe dënimi. Por më mirë duhet të themi ne një gradë më të lartë në raport me Allahun Gjellëshanu. Ne me Allahun Gjellëshanu duhet të kemi edukat në sprovat që na i dërgon, për arsye se ai e meriton këtë edukat. Ai çka don ne të bën me neve? Nëse don ne let na dënon ditën e Kiametit, nëse don let na shpërblen. Është punë e tij, por ai e meriton. Ai është i gjithë pushtetshmi dhe ai është i gjithë mëshirshmi për neve. Secili prej nesh në jetë është provuar ndonjëherë, diçka më pak e diçka më shumë, por duhet ne të tregojmë një edukat të lartë kur sprovohemi. Gjëja apo ndihmesa më e madhe që neve na ndihmon në edukatën gjatë sprovës është durimi. Është virtyti i sabrit apo i durimit që në mësimet islame e quajnë durimin edhe një prej ibadeteve të besimtarit musliman. Ibadet, adhurim, bile ki ibadet të Allahu Gjellëshanu shpërblehet më shumë. E dini pse? Për arsye se kur të ndodh fatkeqësia, kur të vdes një i dashur në familje, kur e humb pasurinë, kur ke sëmundje e kështu me radhë, ti edhe ban sabër, ban ibadet, por edhe në mbrendësinë tënde ke një gjekësi, apo ke një dhimbje. Ndërsa me ibadetet tjera, kur fal namaz, ti nuk ki dhimbje, je i kënaqur, kur shkon në hax, je hala më i kënaqur, kur jep zeqat, je shumë i kënaqur se jetimet dhe të vobektit i bën të buzëqeshin. Kur vjen muaji Ramazanit, agjerimi, sofra e iftarit, shumë je i kënaqur dhe nuk ke dhimbje. Vetëm nëpërmes virtytit apo nëpërmes durimit, në fatkeqësi apo në sprova, ti edhe ban ibadet, por edhe në mbrendësinë tënde ke mërzi, ke pikëllim. Për këtë arsye Allahu Gjellëshanu virtytin e durimit e paguan shumë. Kur robërit durojnë në sprova, i therasin me laçet dhe ditën e ringjallës e kalojnë pa llogari në xhennet. Ky durim është edukata më e lartë në sprovë. Njeriu kur sprovohet nuk brengoset, as nuk duhet t'i ankohet as kujt, sepse ankesa është shenjë e fatkeqësisë dhe kështu ai njeriu nuk merr shpërblimin e sprovës tek Allahu Gjellëshanu. Ata që janë durimtar vinë para derës së xhennetit. Ndëgjojnë këtë dialog me një prej
me laqeva për engjujve të xhenetit, i cili quhet Ridwan. Njerëzit durimtar që kanë duruar në këtë dunja, kur shkojnë te dera e xhenetit, Ridwani, engjulli do t'i ndalë. Ku po shkoni ju dhe kush jeni ju? Do t'ju thot. Si mund të hini në xhenet kur nuk jeni të llogaritur, nuk keni dalë tek peshorja e Zotit që t'ju llogarit veprat tuaja. Ata do t'i thonë, durimtarët, o Ridwan, ne nuk ndalemi te peshorja për t'u llogaritur. A nuk e ke lexuar fjalën e Zotit në Kur'an, në kapitullin e Zumer, ajeti numër 10, ku Allahu xhaleshanu thot: "Innema yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Ndërsa të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas, pa hesab në ditën e Kiametit. Pastaj engjulli prap pyeti: "Po si keni duruar ju në jetën e dunjas?" Ata do të përgjigjen: "Ne kemi durimin ton e kemi treguar kështu. Nëse na jepej diçka, ne falimderonim Zotin, nga mirësitë e Allahut, nga dhuratat e Zotit, të cilat janë më shumë se sa sprovat që na i ban Allahu xhaleshanu. Pra kur na jepej diçka, ne falenderonim. Kur ne nëse privoheshim nga diçka, ne duronim. Dhe kur sprovoheshim, ne kërkonim falje. Atëherë atyre u thuhet: hyni në xhenet, as nuk ka frikë për ju, as nuk do t'jeni të brengosur, në kapitullin e Araf, ajeti numër 49. Kështu Allahu xhaleshanu do t'i përcjell ditën e Kiametit për në xhenetet e tija njerëzit të cilët kanë qenë të veshur me virtytin apo me moralin e durimit në sprova. Allahu xhaleshanu shumë shpesh i jep robit të tij të mira të caktuara. Pastaj, pa prit mas, ja merr ato të mira. Sikur që e kemi shembullin në Kur'an të Jakubit a.s. i cili kishte plot djem, por Jusufin a.s. më shumë e donte. Dhe Allahu xhaleshanu, duke qenë Jusufi a.s. i vogël, Jakubi a.s. u kënaq me birin e tij. Mirë po Allahu xhaleshanu në fëmijëri u zhduk Jusufi a.s. E dini tregimin se vëllezërit e vet e humbën dhe plot 33 vjet Allahu e ndau Jakubin a.s. dhe Jusufin a.s. dy të zgjedhur të tij. Dhe pas 33 vjetëve mërzi, gurbet dhe pikëllim, Allahu xhaleshanu ja kthei Jusufin a.s. kuj? Jakubit a.s. Mirë po, Allahu me këtë sprovë dëshiron të shoh gjendjen dhe sjelljen e besimtarëve, kur kanë dhe kur nuk kanë. E Jakubi a.s. edhe kur e kishte Jusufin a.s. ishte i kënaqur me caktimin e Zotit, por edhe kur i humbi Jusufi a.s. ai ishte i kënaqur me Allahun xhaleshanu. Për atë arsye ne si besimtar musliman i kemi shembëltyra jetën e profetëve të zgjedhurve të Allahut xhaleshanu o xhelle xhelalu. Prandaj dietarët islam thonë kulmi i besimit, besimi më i mirë, imani më i fortë tek Allahu xhaleshanu për besimtarin është kur në sprovat e rënda ai asnjëherë nuk i ankohet njerëzve për gjendjen e tyre, por vetëm Allahut i drejtohet dhe prej tij kërkon zgjidhje. Për çfarë arsye? Për arsye se kur ti ankohesh krijesave, të cilët janë vetë të pamundshëm, nuk janë krijues, atëherë të shtohet mërzia, të shtohen problemet, i ankohesh të vobektit, fukaras. Ndërsa kur ti ankohesh apo ankesat e tua t'ja drejtojsh Allahu xhaleshanu, atëherë ai do të jep zgjidhje për nevojat dhe dëshirat e tua. Në një vend tjetër, një dietar Ibn Mubareku thot, kur dikush shtron një problem hala më të rëndësishëm dhe më të rrezikshëm për besimtarin musliman, kur besimtari musliman i ankohet njerëzive e nuk i ankohet Allahut, këtu shifet se ai ka humbur besimin në Allahun xhaleshanu. Pra ti nëse nuk ke besim të plot 100% tek Allahu xhaleshanu dhe do Zot na të vegjël ti krijojsh dhe ti shkon tek njerëzit rreth derën e tyre. Por kjo tregon dobësinë e besimit, se me qenë besimtari musliman i bindur, i paluhatur në besimin e vet tek Allahu xhaleshanu, nuk shkon t'ju ankohet njerëzve të cilët janë si ai. Sipas Shuhajbit radiallahu i dërguari Allahut ka thënë: sa mirë është të jesh besimtar. Çdo situatë e tij është e dobishme për të, dhe kjo është kështu vetëm për besimtarin. Ai falënderon
kur i vjen ndonjë e mirë dhe kjo i sjell të mira. Ai duron kur i ndodh ndonjë fatkeqësi dhe kjo i sjell të mira. Allahu Gjellëshanu në ka treguar se rrugdalja e vetme nga vështirësitë e ndryshme të kësaj bote, apo te i kalimi më i lehtë i sprovave të ndryshme në këtë jetë, është besimi në Allahun Gjellëshanu. Besimi që është kusht, do me thonë, dhe është natyrshmëri. Njeriu është i krijuar nga ana e Allahut Gjellëshanu që të beson. Për atë arsye, ata të cilët thonë se ne jemi ateista, nuk besojmë, apo kështu me radhë, ata në mbrenësinë, vullën e Zotit e kanë në zemrat e tyre. Vetëm pluhurin e mosbesimit duhet ta largojnë. Për atë arsye, çdo njeri është i parapregaditur për që në krijim për ta besuar Allahun Gjellëshanu. Që të kalojmë sa më lehtë nëpërmes sprovave dhe vështirësive të kësaj bote, të cilat janë ligj universal i Zotit, besimi është shpëtimtari më i mirë. Për arsye se njeriu i cili ka mbështetjen tek Allahu Gjellëshanu, tek më i fuqishmi, tek ai i cili jep zgjidhje, tek ai i cili plotson nevojat dhe dëshirat e njerëzive, ai njeri edhe nëse i vjen sprova e kalon shumë me lehtësi sprovën. Pastaj, nëse marrim shembull, nëse një të vdes një antar i familjes, shumë i dashur, apo një shok në jetë, e shihni njerëzit të cilët nuk besojnë, ata minjerë pas vdekjes së të dashurit të tyre, ata ja marrin jetën dhe vetvetes në litar. Ndërsa besimtari me besim të paluhatshëm, të fortë, me bindje të fortë tek Allahu Gjellëshanu, ai nuk i bën këto punë. Ai vazhdon jetën dhe e kalon sprovën me lehtësi, bile merr edhe shpërblim nga durimi që i bën sprovës, dhe kështu ai bëhet sa më i fuqishëm. Besimi ndaj Zotit është udhërëfyesi më i mirë që tregon kapërcimin e sprovës. Po ashtu besimi i fuqishëm i hap gjerë e gjatë dyert për kalim të mbar dhe të bekuar sprovave të ndryshme në jetë. Edhe Kurani Azimushan është libri apo udhërëfyesi apo shpëtimtari më i mirë nga sprovat në jetë. Na porosit pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith ku thot: unë i këshilloj të gjithë besimtarët që sidomos në kohë sprovash dhe sfidash të ndryshme, të lexojnë sa më shumë Kur'an. Do me thonë të lexojnë, të meditojnë rreth ajeteve kuranore, për arsye se ai do t'i frymëzoj me ushqim shpirtëror për të përballur sa më lehtë me realitetin në të cilin jetojnë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po ashtu na mëson edhe me një hadith tjetër dhe na thot se shpëtimtar i tejkalimit të sprovave të ndryshme janë edhe punët e mira. Se njeriu është i krijuar për të punuar mirë. E shifni njeriu me polisin e mbrendshëm që e ka në krijim, e cila quhet ndërgjegja, askush mos ta këshillon. Te askush mos kish lexuar asnjë libër. Kur ai bën keq, diçka e mbren në mbrendësi. Kur ai bën mirë, diçka rahatohesh. Kjo është krijimi i Allahut Gjellëshanu që e ka krijuar natyrën e pastër të njeriut, që në fillim, për atë arsye, njeriu është i krijuar për të punuar vetëm punë të mira. Pejgamberi i Allahut na mëson që duhet t'i paraprim ne sprovave me punë të mira, që ata kur të vinë më lehtë t'i mbajmë, apo më lehtë t'i kalojmë dhe mos të hutohemi, mos të zbehemi, mos të pikëllohemi deri në atë derexhe apo atë shkallë që të na humbet, domethënë, busulla e jetës. As pak nuk guxon besimtari musliman të bjen në këto gracka. Pra pejgamberi alayhis salam na thot: nxitoni në punë të mira para se të ndodh ndonjëra nga 7 gjërat e vështira, ndonjëra nga 7 sprovat të cilat do t'i përmendmi dhe i përmendëm në përgjithësi, i ndodhin besimtarit musliman apo njeriut në përgjithësi në jetë. Pra para se që ndodhin këto 7 punë të vështira apo 7 sprova, e para cila është vallë, pejgamberi alayhis salam thot: a mos pritni varfërinë e t'ju shtyr të harroni punët e ahiretit? Njeriu kur është i varfër, kur është fukara, ai nuk don me ditë për ahiret, xhenet, të mirat e xhenetit, lumejt, qumshti e kështu me radhë. Ai do ta ngope barkun e vet. Për arsye se pejgamberi alayhis salam ka bërë lutje te Zoti: o Zot,
kërkoj mbrojtje tek ti nga kufri dhe fukarallëku. Fukarallëku është shumë i keq. Islami në asnjë Kurani Azimushan në asnjë ajet kuranor nuk i thëret muslimanët të jenë fukara, siç i kemi keq kuptuar. Pejgamberi alayhis salam ka qenë më i pasur i kohës së vet dhe më i pasur deri në ditën e Kiametit. Siç e parafityrojmë apo siç na i interpretojnë dikush se pejgamberi ka qenë fukara, nevojtari më i madh, s'ka pas bukë të haj e kështu me radhë. Njerëzit kanë shkruar libra për të ardhurat dhe harxhimet e pejgamberit alayhis salam. Nuk është e vërtetë. Për atë arsye fukarallëku nuk është adhurim ndaj Allahut, dikush na i servon si adhurim. Sa ma fukara, aq më afër tek Zoti. Është gabim. Për atë arsye ummeti Muhamedit alayhis salam është nga këto keq interpretime të fesë, të mësimeve islame, është në këtë gjendje ku jemi. Ma fukarat njerëzit. Ma njerëzit të cilët nuk ju ndëgjohet zëri askant në arenën ndërkombëtare. Nuk kemi ndikim të askush, por vetëm jemi të ndikuar nga të tjerët. Pra, valla mos pritni varfërinë që ju shty të haroni punët e ahiretit, apo pasurinë e cila ju shtyn të asdiseni dhe të bëheni zullumqar. Pasuria do të vijë, do të fitosh milionat, por ruju se atëherë kjo është prova më e madhe, nëse nuk din ta menaxhosh dhe të punosh vepra të mira, atëherë bëhesh zullumqar. Zen e han hakun e punëtorit, nuk ja jep hakun punëtorit, rrogën nuk ja paguan, e kështu me radhë. Apo mos vallë kur t'ju vi sëmundja që t'ju shkatroj shëndetin tuaj. Njeriu i sëmur është i lidhur me krevatin në spital. Ai as s'në falet, as s'në adhuron Zotin, as s'në ban punë të mira. Për atë arsye, bën punë të mira para se të sëmuhesh. Që Allahu xhaleshanu njeriu i cili ka fal 5 kohë të namazit, nëse shtrihet në shtratin e sëmundjes, me laçe u thënë robi jem a më adhuron, a e kryen namazin, thot ja rab është i palëvizshëm e kis provuar me një sëmundje. Thot po ama ai kur ishte i ri dhe kur ishte i shëndosh, ai asnjëherë nuk e haronte takimin 5 kohë në ditë me mua. Tash unë e kam bërë të palëvizshëm, shënoja një sevapët sikur mu fal. Subhanallah. Shirë mëshira Allahut xhelleshanu ve xhelle xhelal. Apo ndonjë sëmundje që t'ju shkatroj shëndetin tuaj, apo pleqërinë e cila ju humb fuqinë. Kur mplakësh më, ku do adhurosh Zotin? Atëherë i plogësh, je edhe me trup, do me thonë, jo aq i fort, se ibadetet apo adhurimi ndaj Allahut xhaleshan kërkon edhe fuqi, as s'në shkon në hax, as s'në fal namaz, e kështu me radhë, para se të vi pleqëria që ta humb fuqinë, punoni vepra të mira, apo vdekja që ju ri në pritje. Vdekja dietarët e zemrës kanë thënë, paramendoja sikur me qenë syri i tretë, këtu midis dy sive. Çdo herë që ta rikujtojmë vdekjen, sa më mirë është për ne. Për arsye se njerëzit të cilët bëjnë mëkate të mëdha, ata harrojnë se do të vdesin një ditë, ata harrojnë se një ditë do të dalin peshorën e Zotit, që i ka hinër hak komshiut, apo që ka vjedh, apo që ka qenë i korruptuar e kështu me radhë. Ata harrojnë vdekjen. Për atë arsye, përkujtimi i vdekjes neve na sjell shumë dobi, por mos ta presmi rastin e fundit. Apo vallë ardhja e Dexhallit, e cila është më e keqja që mund të ndodhë, apo edhe në fund vallë mos presin ditën e Kiametit, e cila është më e vështirë dhe më e hidhur. Zoti na ruaj nga këto sprova, po këto do të vinë, Allahu xhaleshanu do të na i dërgon, por ne inshallah ti kalojmë sa më shumë me lehtësi dhe me bindje se janë caktimi Allahu xhaleshanu dhe inshallah ti menaxhojmë siç duhet dhe të përfitojmë nga sprovat, shpërblimet e panumërta të Allahut xhaleshanu ve xhelle xhelalu. Për në fund, deshta vetëm t'i them vetvetes edhe juve, elhamdulillah që jemi musliman. Këtë fe Allahu na i ka zgjedh pa ja kërkuar. Për atë arsye Imam Shafiu në 2 vargjet e tija thot, o Zot, pa ta kërkuar islamin ti madhe, tash të kërkoj xhennetin ban ma nasip, Zoti na i bof nasip dhe na i mundsof të gjithëve xhennetin. I dërguari i Zotit ka thënë që të mburimi se jemi musliman dhe të jemi të kënaqur. Ka thënë, është për të habitur me çështjen e besimtarit musliman. Është për të çuditur jeta e besimtarit musliman. Në çfarë do gjendje të jetë, është në të mirën e tij. Nëse e prek një e keqe, ai duron dhe bën sabër.
dhe fiton, është në të mirën e tij. Por nëse i vjen një mirë, një gëzim nga ona Allahu xhaleshan, një dhurat, ai falimnderon dhe kështu prapë është mirë për besimtarin musliman, e nuk ka kënaqësi dhe bukuri më të mirë se sa të jesh rob i sinqert i Allahu xhaleshanu dhe ti përkasish ummetit të Muhamedit alayhis salam. Zoti na i mundsoft të jemi të tillë.